Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në komunën e Gjakovës njofton fermerët se vazhdon mbështetja financiare për sektorin e bujqësisë dhe blegturisë në kuadër të programit të pagesave direkte për vitin 2026. Thirrjet në programin e pagesave direkte, ku thirrja në këtë program është fermerët të cilët kanë aplikuar në këtë program dhe vazhdojnë me apliku. Pra, në cilësinë e qumshtit, në sasinë e grurit të dorëzuar, edhe në majmëri, të viqat edhe të zësh për majmëri. Nga drejtoria bëhet thirrje të gjithë fermerëve të komunës së Gjakovës që të aplikojnë brenda afatit të përcaktuar, me qëllim që të shfrytëzojnë mundësi për të përfituar nga mbështetja financiare e parapar për vitin 2026. Pagesat direkte synojnë të mbështesin fermerët dhe të kontribuojnë në zhvillimin e mëtejmë të prodhimit bujqësor dhe blegtoral në komunën e Gjakovës.